Kryesorja nuk është me mësu fëmijës me lexu, me ngje, me mësu formula përmendsh, me mësu vjesha përmendsh, me rrit memorien. Kryesorja është me nis prej fëmijëve 3 gjëra kryesore. E para është fusha që ku bën vet miret kryesisht, i cili është edukimi, me përparimin e teknologjisë dhe me avancimin e krejt këtyre që po i flasim, po dhe me ndryshimet botnore politike, edhe edukimi edhe qasja kanë marrë një rëndësi esenciale. Jena ato sa është e rëndësishme, kjo për te i bona vetit, kjo është edhe për arbën me fol, sa është i rëndësishme një edukim i mirëfillt që me asiguru një të ardhme të mirë të botës. Një edukim i mirëfillt nuk është vetëm me qenë i mençëm, ose me ditë me zgjidh probleme, një edukim i mirë është me pas karakter dhe me dashur një tjetrin. Pikërisht. Qëto janë mendimet kryesore për te punës, për te angazhimeve profesionale që me pas edhe me ditë kysh mi gjetë rrugën përpara. Kryesorja nuk është me mësu fëmijës me lexu, me ngje, me mësu formula përmendsh, me mësu vjesha përmendsh, me rrit memorien. Kryesorja është me nis prej fëmijëve 3 gjëra kryesore. E para është me ushqy fëmijës kreativitetin, e dyta është me a stimulu fëmijës kuriozitetin, edhe e treta është me shtime me në formë kritike. E mira të mirës është që fëmija i ka këto, çdo fëmijë i ka të lindëna për shkak që janë dhurat që i bartë në vete. Se cili prej nesh i kena pas. Çka po ndodh me to është që nuk po e shqejmë, nuk po i stimulojmë, nuk po i shtyjmë përpara dhe mas nej po ka problem. Më bëna vetë që to 3 aftësi kryesore. Po në veti nuk e ka për teknologji edhe për inxhinierimi, i bëjë gjithçysh inxhiniera, doktora. Qëllimi jonë është çka do që të bëhen në të mendojnë edhe kur një person o kritik, kur din me mendu dhe o kreativ, ai komunikon edhe mira shoqënisë. Modelet e edukimit statike, fatkeqësisht nuk janë veç emet e sistemit, po janë edhe emet e shoqënisë totale. Nuk janë veç e sistemit arsimor. Edhe shoqënia pëdën me pas fëmijën e vet, familja pëdën me pas fëmijën e vet, cili mëson përmendsh me memorie. E tash duhet me ndrru komplet pak një mënyrë qasjes, me kuptu që me majt mend përmendsh, ose me pas nota të krejt peshë nuk ja determinon suksesin në kurnat moderne.